janë, nuk i kanë ble 46% dhe ju kërkej falje nëse dikush që është votu si vetë vendosjes ndihet i tilë se për e fyj. Nuk po du me thonë ato, por që është një porcion i madh i këtyne 46% që e kanë votu e lëvigjin vetë vendosje për shkak të 100 eurove dhe për shkak të është shumë e sakt, shumë e qartë, gjithë e din. Ti mund të pretendosh dhe të arrejsh vehtën dhe të tjerët, se kjo nuk ka pas impakt. Impakti ka qenë jashtëzakonisht i madh. Pra, edhe pse kohë e shkurt, ka ramje të elektorati, ka hub 4-5 deputet, mos të ishte kjo kish me hub edhe ma shumë. Megjithatë, për me u ndërlidh me pyetjen e juaj, ne nuk kemi shku në zgjedhje për shkak se partitë opozitare kanë besu se ka një ndryshim radikal në vullnetin politik të qytetarëve. Problemi ka qenë sepse fituesi i zgjedhjeve ka qenë i paaft me ndërtu partneritet me kudo qoftë me LDK-n, qoftë me PDK-n, me Aleancën s'ka dash me bisedu për me zgjedh presidentin. Po çfarë skenar të ri sjell atëherë, shtatëfshore? Nëse po mendon me sjelljet që e ka pas, nuk po duket që ka ndonjë lëvizje të madhe nga partitë opozitare. Unë nuk më i tash me marr ose me fol në emër të partive tjera, po unë nuk po shoh se partitë tjera janë të prit me abo korumin. Nuk po shoh që është asë disponimi. Kërkush nuk është interesu me bloku. Po flasim për AK-n, për Aleancën, tashme me emrin e ri. A keni mujt me reflektu kërshi rezultatit? A jeni të kënaqur me përqindjen, me numrin e deputetëve që do t'i keni? Çfarë do t'jetë sjellja politike e juaja ta shëtutje? Nëse e sheh rrethonat, ne hynëm në një proces bukur në një proces hynëm në një situatë bukur të vështirë, sepse kryetari i partisë u largua, dhe më thonë, a i mbet në Aleancë, po në mes një procesit mbrenshëm, dhe gjoja me e keqe që mundet me ndodhë një partije politike është me ndru liderin 2-3 javë ditë për para zgjedhjeve. Dhe kjo ka qenë ajo frika se si do tjetë impakti të rasaj. Megjithatë, ka qenë një proces shumë i mirë i organizum nga Aleanca, mesazhi ka qenë shumë i qartë, Aleanca ka qenë i luftuar nga partia në pushtet, përmes analizëve në studio, përmes formave të lloj-llojshme me një propagandë që shdin ata me bosë Aleanca nuk e kalën pragun. Aleanca jo vetëm që ka kalu pragun, po pragu edhe njëherë dëshmoj që nuk është teme Aleancës, ka shënuar një rritje përderisa të gjithë të tjerët kanë pas trendet të ramjes. Është një parti e reformume, është një parti që nuk ka asnjë problem apo grupacion përbrenda subjektit politik, i ka të gjitha predispozitat për më ushëndru në një alternativë të vërtet qytetare, dhe nëse më pyet a jeni të kënaqur, natyrisht nuk mundesh me qenë i kënaqur me një rezultat që është diçka në 97%, mirë po ka povim në formën dhe rrezikët që kemi pas, jemi të ndërtu dhe jemi të konsolidu si një subjekt serioz që në të ardhmen synojmë rritjet të mirëfillt. A e lexoni edhe ju kështu situatën për shkak të